sallallahu alaihi wasallam ishte mëshirë për gjithë umetin, vdekja e tij ishte mëshirë. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, hayati khairun lakum, thot jeta ime është më mirë për ju, edhe vdekja ime është më mirë për ju. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Muslimi, edhe Allahu subhanahu wa taala ku i do të mirë një umeti, edhe kur do të ta mëshirojë një umet, atëherë ja merr shpirtin profetit të atij umeti përpara se të vdesë umeti i tij. Që ky profet t'i presë ata ditën e gjykimit, u dalë aty përpara dhe të kujdeset për ta ditën e gjykimit. Hadithin e transmeton Muslimi. Gjithashtu, një prej ajeteve më të mëdha që nxjerrin në pa vlerën e profetit ton sallallahu alaihi wasallam është fjala Allahu subhanahu wa taala në surën Hijr, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Betohet Allahu subhanahu wa taala në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka rënë dakord të gjithë dietarët e tefsirit se ky është betim për Allahu subhanahu wa taala në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është grada më e lartë e madhërisë dhe grada më e lartë e nderit që ka arritur ndonjë njeri në këtë botë, që të betohet Allahu në jetën e tij. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allahu subhanahu wa taala nuk ka krijuar ndonjë krijesë, qoftë ajo njeri apo diçka tjetër, më me vlerë dhe më të ndershme se sa profeti sallallahu alaihi wasallam. E thot vazhdon fjala Ibn Abbasit, unë nuk e kam dëgjuar Allahun thotë betohet ndonjëherë për jetën e ndonjë personi veç jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë Allahu subhanahu wa taala është betuar në Kur'an vetëm për jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo tregon se çfarë vlerë të madhe ka pas jeta e tij, e cila është bërë shkak që ky umet të jetë gjallë dhe sot deri ditën e gjykimit, derisa t'u trashëgojë Allahu njerëzve të tokë. Këtë transmetim të Ibn Abbasit e ka treguar Bayhaqiu në kitabin e tij Dalail an-Nubuwa. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar në librin e tij të lartë vlerën që ka profeti sallallahu alaihi wasallam përpara gjithë profetëve të tjerë. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدق." Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet kuranor, Allahu subhanahu wa taala i mori besën profetëve. U mori besën profetëve që kur u dhash ju thot librin dhe urtësinë, dhe më pas do t'ju vi ju një profet, do ta besoni atë, do ta besoni atë, sepse ai është përvërtetuesi i asaj që keni ju. Sepse ai është vërtetuesi i asaj që keni ju, do ta besoni atë, do ta ndihmoni atë. Dhe u thot Allahu, a e pranuat këtë besë dhe morët fjalën time për këtë besë? E thon profetët gjithë po. Transmetohet nga Aliu radhiyallahu anhu se ka thënë: nuk ka dërguar Allahu subhanahu wa taala ndonjë profet që nga Ademi alayhis salam deri në kohën e fundit, vetëm se u ka marrë besën të gjithëve për profetin sallallahu alaihi wasallam, që nëse Allahu e dërgon në kohën e njërit prej tyre, ta besojë atë, ta ndihmojë atë dhe t'i marrë besën umetit të tij që ta besojë këtë profet. Dhe kjo tregon se çfarë vlerë dart pas ka profeti jon sallallahu alaihi wasallam. Ai sa edhe Allahu subhanahu wa taala i ka marrë besën të gjithë profetëve të tjerë, që nëse vjen ky profeti jon sallallahu alaihi wasallam tek ta dhe takohen me ta, ata ta besojnë, ta ndjekin profetin ton sallallahu alaihi wasallam. Prandaj transmetohet dhe një hadith që profeti jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse do ishte Musa ibn Imran gjallë, nuk do gjente rrugë tjetër përveç se të ndiqte mua, nuk do kishte rrugë zgjidhje tjetër vetëm se të ndiqte mua. Ajo do ishte zgjidhje për të përshpëtuar nga dënimi i xhenemit. Gjithashtu një prej vlerave të mëdha që ka profeti jon është ai që ka treguar Allahu subhanahu wa taala në surën Anfal, që thotë: "Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim." Thot Allahu subhanahu wa taala nuk i dënon ata përderisa ti je te këta. Kjo tregon se çfarë vlerë të madhe ka
se çfarë vlerë të madhe ka pasur profeti jon sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tij, aq sa Allahu subhanahu wa taala nuk e dënon atë popull në të ndër të cilët ndodhet ky profet i madh. Nuk e dënon Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo tregon se çfarë vlerë të madhe ka profeti jon sallallahu alaihi wasallam. Megjithse ehlu Mekke, banorët e Mekës, ishin qafira, mohonin dhe luftonin Allahun, vetëm ekzistenca e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte shkak që ata të mos i dënonte Allahu subhanahu wa taala, derisa doli profeti sallallahu alaihi wasallam nga Mekka. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith sakt që transmeton Muslimi nga Abu Musa al-Ash'ari, ana amanu li ashabi, thot unë jam siguria për shokët e mi. Dhe më thonë që mos u bin, që nuk u bie atyre asnjë dënim përderisa është profeti sallallahu alaihi wasallam me ta. Edhe pas kësaj ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma kana Allahu liyu'adhibuhum wa anta fihim, wa ma kana Allahu liyu'adhibuhum wa hum yastaghfirun." Se Allahu nuk i dënon ata përderisa ti tek ta, dhe Allahu nuk i dënon ata përderisa ata më kërkojnë falje, përderisa ata i kërkojnë falje Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala e ka marrë përsipër që ta mbrojë vetë, që ta ndihmojë vetë profetin e tij sallallahu alaihi wasallam, ta ruajë vetë atë nëse njerëzit e krijesat largohen prej tij. Edhe kjo tregon se çfarë vlerë të madhe ka ky profet tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu i madhëruar në surën Tauba: "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ الله أشمناه سألله أشمناه الله سبحانه وتعالى ndihmoi atë edhe i hodhi atij qetësinë e tij, edhe e bëri fjalën e atyre që mohuan më të ultën dhe fjala e Allahut ishte më e lartë, edhe Allahu është nga dhënjues. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala ku tregohet gjithashtu ngritja e vlerës së profetit sallallahu alaihi wasallam, thot inna shani'aka huwa al-abtar, thot me të vërtetë armiqtë tu janë ata më të vetmuarit, janë njerëzit më pa fat, më pa hajër, ata të cilët e urrejnë profetin sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala e krijoi këtë profet edhe e bëri atë me përjeardhje të lartë, edhe me moral të lartë. Edhe krijimi i tij dhe trupi i tij ishte krijimi më i mirë. Prandaj transmetohet një hadith që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu subhanahu wa taala zgjodhi nga fëmijët e Ibrahimit Ismailin, dhe zgjodhi nga fëmijët e Ismailit Benu Kinanën, dhe zgjodhi nga Beni Kinana Kurejshët, dhe zgjodhi nga Kurejshët Beni Hashim, dhe më zgjodhi mua prej Beni Hashimve, transmeton Muslimi. Dhe kjo tregon se çfarë vlerë ka pas profeti sallallahu alaihi wasallam, ku tregohet lartësia përjardhjes së tij, e cila në të vërtetë është vetëm zgjedhje prej Allahut, zgjedhje pas zgjedhjesh prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala për moralin e tij të lartë: "Wa innaka la ala khuluqin azim", ka thënë dhe ti thot ke një moral shumë të lartë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot për moralin e profetit ton sallallahu alaihi wasallam: "Fa bima rahmatin min Allah linta lahum, wa law kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik", thot dhe ti thot o Muhammed me mëshirën e Allahut u tregove i butë me ta. Dhe ti o Muhammed thot me mëshirën e Allahut u tregove i butë me ta. Edhe kjo tregon që profeti jon sallallahu alaihi wasallam ka pas moral shumë të lartë dhe ka qenë shumë i butë në umetin e tij. Siç transmetohet në disa hadithe që nëse dikush tregohet i ashpër me të, kjo shton më shumë atij butësinë dhe ja shton më shumë urtësinë profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe me të njëjtën cilësi e kanë përshkruar gjithashtu edhe librat e mëparshëm që u kanë zbritur profetëve përpara tij sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se ka thënë për profetin sallallahu alaihi wasallam: "Kana khuluquhu al-Qur'an", thot